fëmijë, lind edhe një baba. Në atë moment ndryshon mënyra se si një burr e shikon botën, sepse është një qenie e vogël që vjen në jetë dhe të shikon ty për të je heroi i parë i saj apo i tij. Në projektin Baballar Histori Reale, ne duam të zbulojmë pikërisht këto gjërat të padukshme të baballarëve. Mirë erdhe Richard. Richard, përpara se të fillojmë në pyetjet, më kish një kuriozitet të lutem. Ju jeni Scottish, skocez, Po. Edhe është një teori interesante që shqiptarët dhe skocezët kanë me disa nga fiset tuaja kanë pasur lidhje dhe pse jetojnë në dy konde shumë të ndryshme të botës. Dhe gjithashtu ne kemi disa gjëra të bashkëta, siç është rezistenca ndaj pushtuesve, shpirti luftarak, kjo ndjenja e identitetit kombëtar, krenaria kombëtare që e quajmë, dhe një gjë shumë interesante. Bile se janë dy gjëra shumë interesante. E para është kodi i nderit. Unë nuk e di se si e quani ju në Skoci, por në Shqipëri është besa. Po, e kuptoj. Kemi një fjalë? Nuk kemi fjalë, por mentalitet shqiptar dhe mentalitet skocez janë afër. Shumë interesant. Sepse shumë njerëz sa ai nga Anglia për Shqipëri, sepse Shkocia dhe Anglia janë shumë ndrysh. Por shqiptarët dhe skocezët janë më afër, sepse mentaliteti është mendoj çik më vjetër. Ndoshta edhe nga malet, nga gjeografia. Po. Edhe por mua kur ish vogël, babi më tha gjithmonë familja është më e rëndësishme në botë. Gjithmonë është. Edhe tani që jam në babi, e kuptoni ai kishte drejt. Edhe është vetëm tani e kuptoj. Edhe në Shkoci është një gjë shumë e rëndësishme. Edhe në Shqipëri është shumë e rëndësishme. Familja është numërinishi këtu. Edhe këto klanet, apo si quajmë ne fiset që kemi pas ndjemrat, McDonald's apo Kjo është çik vjetër. Kom është aty. Absolutisht. Po është në familje, por familja është shumë. Familja është një gjë shumë e rëndësishme aty. Por si unë thash është shoqëria, jeni besnik. Po. Nuk kemi një fjalë për besa aty, por kemi mendje në soja, kupton? E keni kodin, po them, të pashkruar. Shumë e bukur. Mirë, të kalojmë tani tek prindërimi. Si e ndjer momentin e parë që ke mbajtur Mian në duar? Ishte si asnjë gjë që kam kaluar më parë. Ishte diçka shumë veçantë, ishte shumë bukur, por ishte shumë frikshme. Sepse Mia ishte lindur 3 tetor, në pak shumë 7 gjys në mëngjes. Por kishim qenë në spitali gjithë natën nga mesdita në 200 tetor. Edhe unë ishe shumë e lodhur edhe plot me emocion, që ju vetëm me fizik, por me mendje. Jo si oltë, ajo është çik më shumë son. Edhe ishim shumë plot me emocion, por ishte që era parë që më mbaj Mia, plot me gëzim, plot me dashuri. Po pastaj ishte çik më frikë, a do të jem mjaftueshëm, a mund të bësh këtë, e kupton? E mendova që në ato momentet e para që kishe në dorë? Gjithka, sepse unë ishe lodhur, por ishte shumë e lumtur, shumë e frikshme, shumë gjithka, shumë emocione, edhe për të shpjeguar është shumë vështirë për mua. Shumë e bukur. A mendon që është një lidhje speciale baba dhe vajzë? 100%. Edhe pse? 100%. Nuk kam i sigurt në qoftë se nësoj për çdo babi, por për mua 100%. Jo, po flasim vetëm për ty. Për mua 100%. 100% është si asnjë gjë tjetër, si më të them, kur jam me Mia, unë mund të harroj gjithë në botë. Gjithë stres, gjithë punë, gjithë tjetrën.
është vetëm qetësi për mua. Është shumë ndryshme. Çfarë të ka mësuar vajza, diçka për jetën që ti nuk e dije më përpara? Për mua, jetë ime shumë ndryshme tash. We can speak in English. Okay. If you feel more comfortable. It's okay for us. It's very different now because the way I see value or what my goal was is entirely different. Entirely different. Everything is about looking after her and making sure she gets everything. Çdo gjë është ndryshe tani. Më përpara qëllimet e mia, fokusi im ka qenë diçka tjetër, ka qenë një gjë tjetër. Që në momentin që lindi Mia, që në momentin që unë pash Mian, çdo lloj gjë ka ndryshuar tani. Fokusi im, qëllimi im, çdo lloj gjë imja është Mia. Kaq. Asë gjë tjetër. It's more than kaq. Për mua është shumë thjeshtë, vetëm familja ime tani. Për 3 vjet më para Mias, ishte shumë ndryshe, ishte vetëm për si thonë në Shqip, good life. Shkon për pushim, Enjoy your life. Për tani është një good life për ndrysh, kupton? Ide për good life tani është shumë ndrysh se ishte për mua. A ke diçka që ti e ke trashëguar nga familja jote dhe do ta doje patjetër që Mia ta kishte këtë? Is there something that you have inherited from your family in English life that Mia inherited as well? Something. Si unë thash në fillim, babi im tha familja është më e rëndësishme në botë. Është mirë ai nuk kupton shqip se nuk do të them ishte ka të drejtë gjithmonë. Po ai ka shumë të drejtë, ka shumë të drejtë. Edhe tani është vetëm brenda 3 vjet që unë kuptoj, po është 100% vërtet. Asgjë tjetër është rëndësishme në botë. Punë nuk është rëndësishme. Familja. Vetëm familja. Punë, shtëpia, asgjë gjë, vetëm familja. Edhe unë shpresoj për Mia që ajo kupton mësoj. Edhe kjo është një parë. Dhe dyshi, si që do babi është për Mia të jetë një jetë plot me të hashur, por unë shpresoj që ajo kupton botë është plot me njerëzit që janë ndrysh. Shumë vërtet. Edhe ajo duhet të ketë shumë respekt për të gjithë tjetërën. Nuk duhet të agriv me që do njerëzit, por respekt. Edhe të gjonë, edhe kuptojnë që kura e bën një gjë, ka të konsekuenci, si thonë në Shqip. Ka pasojë. Po. Ti mendoj gjërat para se të bërë. E shpresoj që ajo mund të, in English, I hope that she can react with patience and understanding and respect rather than with aggression. Because I see too much aggression here and at home in Scotland. Natural reaction is aggression. I want her to not have that because it's too stressful. Shpresoj që kur të përballet me gjërat të ketë mirëkuptim, të ketë qetësi, të ketë respekt dhe të mos reagoj me agresivitet. Shoh që bota shumë e rrethuar me agresivitet, si në Shqipëri, si në Skoci, si kudo, dhe duaj që ajo të mos e ketë këtë pjesë. Duaj që të reagoj në mënyrën më të qetë të mundshme që ajo mund të ketë. Shumë faleminderit, profesor shumë mirë. Ja, pra që dhe mama bën diçka, janë të vlefshme në momentet të caktuara. Është në punëtorë mia. Çfarë lloj babai? Më falni. Në psikologjinë e prindërimit ka disa lloj baballarët prindërimin e ndajmë në 4 kategori më saktë dhe që janë autoritar, indiferent, apo çfarë lloj babai dëshiron ti të jesh për Mian, ndërkohë që ajo rritet? Cili baba? Ti e Mia. Si thonë supportive. Mbështetës. Po. Sepse
Unë nuk jam perfekt, fare. Nuk kam qenë perfekt. Nuk jam perfekt tash e nuk do të jem perfekt. Ky është fiks vendi për baballarët jo perfekt. Por. Edhe pastaj, mendoj është e pamundur në qoftë ti nuk je perfekt, ti nuk mund të thuash po i perfekt, e kupton? Sa? Dhe pastaj, për mua mendoj është rëndësishme a kupton që asë gjë do të jetë perfekt çdo ditë. Një ditë do të jetë shumë e keq, një ditë shumë e bukur, një ditë është pak vështirë, okay? Por për mua është rëndësishme a kupton në qoftë ai ka një ditë mirë apo një ditë e keqe, a ka bërë punë mirë apo diçka e keqe apo një gabim, ai mund të flasë me mua. Jam këtu gjithmonë për ajo. Gjithmonë. Shumë bukur. Në qoftë se këtë intervistën mia do ta shikonte mbas shumë vitesh. A ke ti një mesazh për të sot? Do pakur? Jo. Okay. Unë do të jam këtu për ti gjithmonë. Kaq, asnjë tjetër. Shumë bukur. Në qoftë se do ishte një këngë jeta jote si baba, çfarë titulli do kishte ajo kënga? Një këngë për mua? Një këngë. Po, kjo është për të Kristina. How would it be called? Por nuk For your life as a daddy, though. Not for your whole life, just for you as a daddy, as a parent. Nuk jam një artist, nuk jam për muzikë. Këndo diçka, çfarë përfaqëson? Nuk e di, roller coaster. Roller coaster. Por, seriozisht, çdo ditë po priçem. Edhe çdo ditë është vështirë. Ne kemi ditë që janë shumë bukur, ne kemi ditë vështirë. Edhe nuk është në botën nuk është një si thonë instruction manual. Nuk ka një manual për të jetë një babi. Edhe është herë parë për mua. Edhe e di që shumë burrë në botën që mësoj se unë nuk janë në manual, nuk është një libër që mund të hapësh shkon. Po kjo është korrekt apo e drejtë apo kjo është gabim. Është vetëm çdo ditë unë do të bëj më mirë se që mundesh. Edhe si unë thash, po përpiqem. Çfarë mendon kur e shikon Mian duke fjetur? Jemi shumë më fat. Asë gjë. Jemi shumë më fat. Richard, unë të falenderoj shumë për kohën. Jo. Falenderoj që je ti. Falenderoj për gjithë respektin që ti ke për Shqipërinë, edhe për punën që ke bërë me vajzën. Shumë faleminderit. Për këto 3 vite, sepse Mia është realisht një fëmijë e mrekullueshëm. Shumë faleminderit. Faleminderit.